Policia ka finalizuar operacionin e koduar Dinamo, ku janë sekuestruar arsenal armësh, vlera monetare dhe municione luftarake. Forcat e rendit bëjnë të ditur se në flagrancë është arrestuar 62 vjeçari Angel H në akuzën e trafikimit të armëve dhe municioneve luftarake. Gjatë kontrollit në banesën e të ndaluarit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatike model 56 me kryer të vendosur në të me 29 copë fishek, një armë zjarri pushk model 63 me kryer të vendosur në të me 25 copë fishek, një pushk sportive shul me kryer të vendosur me 3 copë fishek, 131.000 lekë të reja, 6 kuti me fishek të modelit 54 me nga 100 copë fishek secila, 45 copë fishek pushk sportive, 30 copë fishek të modelit 56, 173 copë fishek të modelit 54, një thik dhe 2 aparate telefonit të markave të ndryshme. Materialet në ngarkim të 62 vjeçarit i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan, mbi të cilin do të rëndojnë dhe akuza e trafikut të municioneve luftarake.